Besoj që gjithë ne njohim ose jemi mish me familje që drejtojnë restorante dhe nga jashtë gjithçka duket e qetë, janë shumë të dashur, mbi gjitha janë shumë të sjellshëm për sa i përket klientit, por çdo kush ka sekretet e tyre. Dhe pikërisht sekreti i familjes Zhao që drejtonte një restorant kinez është më makabri që kam dëgjuar ndonjëherë. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi videot e reja. Kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë me videon e ditës. Sot historia do të jetë një histori e trisht dhe jashtëzakonisht shumë shqetësuese. Ngjarja që do t'ju tregoj sot ka ndodhur pikërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më saktësisht ndodhemi në Jackson Township. Në këtë qytet të vogël jetonte një familje me origjinë kineze, në një situatë shumë të veçantë. Gruaja Ming Bing Cheng kishte emigruar ilegalisht, ndërsa burri Liang Zhao ishte zyrtarisht qytetar amerikan. Në fakt nuk kuptohet mirë se pse ajo ndodheshte aty ilegalisht, por ajo që dim është se Ming në moshën adoleshente ishte arratisur nga Kina dhe ishte drejtuar për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por arsyeja e vërtetë pra pse ishte arratisur nga Kina nuk dihet saktësisht. Por ajo që dihet është se në një mënyrë apo një tjetër ajo kishte përfunduar tashmë në Jackson Township dhe aty ishte njohur me Liang dhe që të dy ishin dashuruar me njëri tjetrin dhe ishin martuar. Në kohën kur ndodhi ngjarja, Ming dhe Liang ishin martuar me njëri tjetrin dhe përpiqeshin prapë që të realizonin ato ëndrat e tyre. Arsyeja e tyre ishte pra që të stabilizonin jetën, të kishin një jetë të qetë, pra të kishin një jetë të lumtur. Dhe me kalimin e viteve vjen në jetë vajza e parë e cila quheshte Jojo dhe shumë vite më vonë vjen një vajzë tjetër e cila quheshte Ashley dhe lindi më 30 dhjetor të vitit 2011. Por në moshën 58 vjeç, pra kur Ashley pra ishte në moshën 58 vjeçare, familja Zhao, le të themi, ishte në vështirësi shumë të mëdha ekonomike, saqë mund të themi që mezi ja dilte. Duhet të dini se Liang dhe Ming kishin hapur një restorant kinez, të cilën e kishin quajtur Hans and John Cuisine. Por problemi nuk ishte vetë restoranti, përkundrazi, klientët ishin shumë të kënaqur, kishte një menu shumë të larmishme, cilësia e pjatave ishte shumë e lartë dhe në përgjithësi ishin një vend i këndshëm për të grënë. Ata bënin dhe porosi për të marrë me vete dhe ofronin shërbim në shtëpi. Mendonin që online kishte plot komente pozitive që flisnin për restorantin, të tipit që porosia dërgoheshte pra në kohën e dur, pjatat ishin perfekte, ushqimi ishte shumë i mirë, disa klientë u bën pra shok të ngushtë, pra miq të ngushtë me Liang dhe Ming dhe nga ana tjetër njohën edhe vajzat e tyre, pra gjithë klientët ishin të kënaqur dhe në një farë mënyre sapo kishin realizuar ëndrrën e tyre. Por me ardhjen e Ashleyt në jetë, puna në restorant u bë paksa e lodhshme dhe nuk është se ishte faj vajzë, sepse si çdo fëmijë tjetër, edhe ajo kërkon kujdes, edhe ajo kërkon dashurinë e prindërve. Besoj që situata u bë shumë e rëndë dhe në fakt ato duhet të mendojshin mirë përpara se të kishin një vajzë tjetër, duke marrë parasysh që puna në restorant ishte jashtëzakonisht shumë e rëndë, por gjithsesi mund të them që biznesi ecte goxha mirë saqë mund të mbanin familjen e tyre. Praktikisht u krijua një lloj situate paksa delikate, sepse nga njëra anë ishte puna që sillte ato problemet e veta, orare traskapituse, shumë porosi, le të themi shpesh klient, le të themi që ishin problematik, taksat që duheshin paguar, nga ana tjetër ishte familja, pra edukimi, shkollimi, për kujdesen ndaj fëmijëve ose ato problemet shëndetësore të vogla që shpesh shfaqen dhe në fund vinte Ashley, e cila ishte më e vogla dhe për të në fakt ishte një lloj kujdesi le të themi tjetër, sepse duke qenë më e vogla kishte nevojë dy fish për kujdesje, dy fish për edukim, dy fish për dashuri, vetëm me vetëm, pra siç u thash, sepse ishte më e vogla. Deri në fund të vitit 2016 dhe në fillim të vitit 2017, Ashley tashmë ishte 5 vjeç. Okej, nuk është se ishte një foshnjë, por akoma ishte e vogël dhe kishte nevojë për kujdes. Dhe mendoj që gjatë gjithë këtyre viteve, pra për prindrit ishte grumbulluar një lloj stresi i papar. Sepse duhet një
një forcë e jashtëzakonshme për të pajtuar këtë lloj pune me familjen, sidomos kur këto të dyja pra lidhen shumë me njëra tjetrën, sepse ato kishin një biznes të vogël familjar ku të gjithë duhet ndihmonin njëri tjetrin ose përndryshe biznesi do të dështonte. Dhe mendoni para gjithë ato dinamikat që krijon brenda në familje, fakti që ke të bësh gjithmonë me klientët dhe pikërisht këtu shpërthen një kaos i vërtet. Por situata e familjes Zhao do të merrte një kthes tragjike, edhe pse restoranti i tyre fillimisht shkonte jashtëzakonisht shumë mirë, kishte punë mjaftueshëm, klientët ishin të kënaqur, me kalimin e viteve ky restorant do të shkonte drejt shkatrimit, së bashku me familjen që i drejtonte. Jemi rreth viteve 2015 dhe 2016 dhe në atë moment gjendja e familjes Zhao nuk ishte fare mirë, ishte e rënduar dhe flas nga ana psikologjike, sepse situata në punë ishte rënduar, orët ishin të stërgjatura, por Ming dhe Liang ishin më të përqendruar tek puna, i interesonte më shumë restoranti se sa vajzat e tyre. Imagjinoni që vite më përpara Ashley u dërgua tek gjyqëritë e saj në New York, ndërsa Jojo qëndroi me prindrit e saj në Jackson Township. Dhe kur Ashley u kthye nga New Yorku pra dhe filloi të jetonte përsëri me prindrit e saj, duhet thënë që situata brenda mureve të familjes Zhao u rëndua jashtëzakonisht shumë. Përballë klientëve ishin gjithmonë të gatshëm për të ndihmuar, të sjellshëm, pra i mendonin një familje e lumtur. Ndërsa nga ana tjetër mund të them që pothuajse po urrenin njëri tjetrin nga tensioni që ishte krijuar. Dhe mbi gjitha kjo situatë preku pikërisht Ling Miang dhe Ashley. Dhe mund të them që situata u bë akoma më stresuese mes Ming edhe Ashley, pra mes nënës dhe bijës. Imagjinoni, situata arriti deri në atë pikë sa Ming e urrente Ashleyn, pra urrente Ashleyn sepse thonte që Ashley ishte një fëmijë i pabindur. Dhe mund të them, okay, është normale sepse fëmijët në atë periudhë gjithë janë të pabindur, gjithë janë nuk, pra gjithë fëmijët nuk të dëgjojnë. Dhe nga ana tjetër ishte futur në kokë kjo ideja që në lokal duhet bënte çdo gjë vetë dhe stresi dhe lodhja grumbulloheshin në mënyrë të pakontrolluar dhe kjo gjë ndikonte drejt për drejt tek ajo. Nga ana tjetër Liang po bëhej shumë i dhunshëm në shtëpi, nuk dihet nëse ai e urrente gruan e tij, nuk e duronte më gruan e tij, por dihet që tensioni në familjen e tyre ishte jashtëzakonisht shumë i lartë. Derisa arrim në 9 janar të vitit 2017, kur familja Zhao u shkatrua përgjithmonë. Atë ditë papritur, Liang telefonon policin për të raportuar zhdukjen e vogëlushes Ashley. Ai shpjegon që ndërsa ai dhe gruaja e tij po punonin si zakonisht, Ashley ishte zgjuar nga një gjumë i shkurtër dhe kishte dalë nga restoranti përmes derës së pasme, që nga ai moment askush nuk i kishte parë më atë. Ajo që kuptohet nga telefonata e Liang është vërtet shqetësuese. Jo vetëm për ngjarjen, por edhe për tonin e qetë dhe të ftohtë me të cilin ai flet me operatorin. Township Police. Yes, I need some help. Okay, where are you at? 4924 Portage Street. Hey, what's going on? I can't find my daughter. Okay, how old is she? 5. She just turned 5. Okay, and you're at Ames? Thanks, yeah. When's the last time you seen her? This afternoon probably. Around what time? 3, maybe 4. What? So you haven't seen her in 5 hours? You saw her in 5? What was she wearing? She's wearing a purple winter coat. I don't know what those things are called, but they're not jeans. They're like Like leggings? Yeah. Okay, and you haven't seen her in 5 hours? About, yeah. I mean, she was there sleeping. I mean, you know. Where was she sleeping at? In the restaurant? Yeah. She was sleeping there, and I picked up my older daughter from school. We all saw her sleeping there. So, and you know, we went to work, and you know, we let her sleep. We got busy, and then after it got busy, you know, we started cleaning up, and then you know, we opened the door, and she's not here. Okay, sir. What's your name? Liang Zhao. Okay, do you have any videos or anything in there where you can see a video, see if she was laying there? No. We don't have any security camera in there. It's just in the restaurant. We've been here for 6 years. We never had security cameras here. We saw her, like all of us, like my wife, myself, and my older daughter. Okay, and so was there any suspicious people that came in at all? Do you think she could have woke up and ran out somewhere? I have no idea. I mean, she was sleeping in the back. None of your employees had seen her? There's only 2 of us, just myself and my wife. There's nobody else in the restaurant. But when we came back, she's here. Like, my wife is here. The restaurant's open. The restaurant's always open.
When you left, you said you, your wife, and your daughter left to go pick up your daughter from school? No, I didn't say that. I said my wife is here all the time. Okay, and your wife hasn't seen her either since around 4 or 5 o'clock? I'm sorry, when I meant was myself, okay? When I went to pick up my daughter, when we came back, myself and my daughter, not my wife. My wife was here the whole time. That's right. What's your daughter's name? Ashley. Okay. All right, my officer's outside if you want to go and meet my officer at the door, okay? He's here right now? Yeah, he's already outside. In the front or the back? He should be in the front. Okay, all right. Okay. Thank you. Bye. Natyrisht do kush reagon ndryshe ndaj situatave të ndryshme, por faktikisht burri telefonon policinë në orën 9 të darkës dhe thotë që kishte parë Ashley në orën 5 të masdites. Pra, të gjithë e kishin parë Ashley që ndodheshte aty, përfshirë dhe jo, edhe klientët e tjerë, sepse gjithë po punonin si zakonisht. Por pasi përfundon shërbimi i darkës, Ashley nuk duket gjëkundi. E gjithë kjo situatë ishte shqetësuese dhe mbi gjitha alarmante, sepse kishte shumë persona që e njihnin familjen Zhao dhe mbi gjitha e njihnin fëmijët e tyre dhe ishin shumë të shqetësuar për ta. Mendonin që ndoshta vajza e tyre mund të ketë humbur ose mund ta kishte rrëmbyer dikush dhe mendoheshin që ndoshta një rrëmbyes të fëmijësh tashmë po lëvizte i lirë në Jackson Township. Por mund të themi që në atë lagje jetonin shumë familje të tjera, kishin shumë fëmijë dhe kishin frikë që mos u ndodhte e njëjta gjë dhe atyre. Kështu që filloi të përhapej zëri për një rrëmbyes të tmerrshëm fëmijësh. Komuniteti ishte thellësisht i trënditur dhe përpiqej të tregonte solidaritet ndaj familjes Zhao. Edhe autoritetet ishin të shqetësuar për gjithë këtë situatë dhe nuk humbën kohë. Filluan menjëherë punën. Mendonin që për të kërkuar Ashley ndërhyrë madje edhe FBI-ja dhe në atë moment që të gjithë ishin gati të nisin një operacion të madh në kërkim në gjithë shtetin e Ohio. Në fillim u kontrollua zona rreth liçenit, pyet i gjithë qyteti, shumë persona dolën vullnetar për kërkimin e saj dhe mund të them që u krijua një lloj organizimi teknik dhe një lloj fryme bashkëpunimi. Megjithatë, Ashley nuk po gjendeshte askundi, por askush nuk e dinte atë situatën e brisht të familjes Zhao. Megjithatë, Ashley duhet të gjendeshte me çdo lloj kushti. Kërkimet vazhduan, por pa sukses. Në fakt, filloi që të rriteshte mundësia që ekzistonte një lloj rrëmbyesi për fëmijët. Disa persona të tjerë mendonin që thjesht ajo është larguar nga restoranti, është shehur diku apo ka humbur. Por mund të them që ndërsa orët kalonin, bëheshte më pak e pabesueshme kjo lloj hipoteze. Mund të kishte ndodhur fjalë për fjalë çdo gjë, mund të mos ishte fare në shtetin e Ohio's, por hetuesit nuk u kapluan nga paniku dhe vunëre menjëherë se në derën nga ku supozoi të kishte dalë Ashley, kishte kamera sigurie. Kështu që e dinin se sapo të përfundonin kontrollet e para të restorantit, mund të shikonin në regjistrimet dhe të zbulonin lëvizjet e saj të fundit. Por në fund të fundit nuk kishte fare nevojshme të shikonin regjistrimet, sepse në të vërtetë Ashley nuk ishte dalë kurrë nga ai restorant. Ndërsa autoritetet po kontrollonin çdo cep të restorantit, bën një zbulim trënditës. Ata kontrolluan një depo të madhe ku brenda në këtë depo ndodheshte një frigorifer i madh ngrirës. Dhe brenda në këtë depo kontrolluan pra sirtarët, raftet, kofshat, çdo le të themi karton të mundshëm dhe kur arritën tek frigoriferi i ngrirës, brenda në frigorifer gjejnë trupin e pajet të vogëlushes Ashley Zhao. Në momentin e këtij zbulimi, mund të them që familja Zhao tashmë nuk ndodheshte në restorant, por ndodheshin në shtëpi. Dhe askush nuk e dinte se si kishte përfunduar trupi aty. Por fiks mbas 40 minutash pasi u bë ky zbulim, prindërit e Ashleyt u arrestuan dhe u dërguan menjëherë në komisariat për të marrë në pyetje. Dhe i gjithë qyteti në fakt ishte në kaos total, ishin shumë të habitur, sepse ato i njihnin si një familje ndershme, si një familje e sjellshme, si një familje punëtore dhe gjithë bënin ato pyetjet që si është e mundur, çfarë kanë bërë, në të vërtetë a din diçka, si është e mundur që ja kanë bërë këtë gjë vajzës së tyre. Megjithatë, marrë në pyetje mund të them që shkoi ashtu siç efektivet e policisë prisnin. I pari që dyshonin ishte pikërisht Liang dhe ishte Liang i pari që u thye. Por përpara se të tregonte të vërtetën, tha çdo lloj gënjeshtre të mundshme. Ndërsa orët kalonin, e vërteta po dilte në dritë. Dhe përgatituni, sepse ajo që do t'ju tregoj tani do t'ju zemëroj jashtëzakonisht shumë. Burri tregon që atë mëngjes kishte shoqëruar Jojon për në shkollë dhe kur u kthye në shtëpi shikon Ming, e cila ishte shumë e zemëruar me Ashleyn, sepse kjo e fundit kishte ndotur përsëri Pelenën, pra një veprim shumë normal.
por gjithsesi atë mëngjes gruaja ishte le të themi shumë e stresuar, shumë e zemëruar dhe le të themi kjo puna shtesë, pra që duhet i ndronte pelenën vajzës, e zemëroi akoma më shumë saqë kapi Ashley nga krahu dhe goditi 2 herë jashtëzakonisht shumë fort dhe rrëzoi atë në tapet. Në këtë moment Ashley mezi merrte frym, ndërsa Ming nga ana tjetër vazhdonte ta godiste vajzën e saj, ndërsa i ati Ling qëndronte aty duke parë të gjithë skenën, pra shumë i qetë dhe vajza e tij po kalonte ato minuta ferri. Megjithatë, sipas asaj që tregohet, nga goja e vajzës po dilte një lloj lëngu jeshil. Dhe pasi Ming mbaroi të godituri vajzën e saj, Ashley e vogël nuk arrite dot që të ngriheshte në këmbë siç duheshte. Merrte frym, por dukeshte që diçka nuk shkonte. Pak më vonë, kur i ati i kontrolloi zemrën, kuptoi që zemra e saj nuk po rrinte fare mirë. Ai bëri një lloj masazhi kardiopulmonar, por fatkeqësisht për Ashlyn tashmë ishte vonë. Me siguri, goditjet i kishin shkaktuar dëmtime të brendshme dhe shumë të rënda, aq serioze sa i kishin shkaktuar një vdekje të ngadalë dhe të pashmangshme. Dhe gjitha kjo sepse ajo ishte bërpis. Ju kujtoj që ajo ishte vetëm 5 vjeç dhe kjo gjë ishte komplet normale. Por gjithsesi, le të kthehemi tek marrja në pyetje. Ndërsa Liang po tregonte atë versionin e tij gjatë gjithë kohës, tregonte një lloj ftohtësie dhe pa pikë emocioni, duke shte sikur një person që ishte i shkëputur komplet nga realiteti. Ndoshta një farë mënyre dhimbja e tij ishte paksa e padukshme sepse ishte e traumatizuar, ose nga ana tjetër ndoshta nuk interesonte fare. Gjithsesi, ai vazhdon akoma me versionin e tij dhe thotë që disa ditë përpara vrasjes, Ming po përpiqeshe t'i mësonte vajzës së saj, Ashlyn, se si të përdorte uturakun. Dhe pikërisht për këtë arsye ajo u zemërua aq shumë sa që shpërtheu. Por sidoqoftë, nuk është arsye për të kryer atë që bëri. Madje nga ana tjetër, Ming nuk është se ishte e vetmja fajtore në këtë histori. Edhe Liang, dhe këtë gjë e tregon gjatë marrjes në pyetje. Ai thotë që ishte shumë më i dobët emocionalisht se Ming dhe pikërisht ishte Ming ajo që jepte urdhra pasi ndodhi vrasja, duke i thënë që të ruante qetësinë, të ruante kontrollin, të mendonte kthjellët për atë që kishin bërë. Megjithatë, më pas burr e grua vendosën se çfarë versioni do t'i tregonin policisë dhe pikërisht kanë atë gënjeshtrën që ju thash pak më sipër që sipas tyre Ashley kishte dalë nga dera e pasme e restorantit dhe ishte larguar. Dhe pikërisht këtë gjë i kishin thënë dhe jojos, pra motrës tjetër. Kjo gjë bazuar në fjalët e babait. Megjithatë, ato të dy ishin shumë të shqetësuar sepse le të themi mund të shkatërroheshin në çdo moment atë që kishin ndërtuar me vite. Dhe për këtë arsye, në këto rrethana që ishin, ato, le të themi, vendosën trupin e vajzës në ngrirës vetëm për disa orë dhe më pas do ta zhduknin atë. Dhe gjatë gjithë kohës kur tregonte këtë histori, Liang dukeshte komplet i fikur emocionalisht, nuk tregonte asnjë lloj emocioni. Mbi gjitha, ai e dinte që gruaja e tij po i shkaktonte vajzës ato lloj goditjesh dhe ai qëndroi aty i heshtur duke parë të gjithë ngjarjen. Dhe mbi gjitha e dinte që kishte bërë gabim dhe mbi gjitha e dinte që gruaja e tij ishte vrasëse dhe ky e fundit e kishte ndihmuar. Megjithatë, një burim tjetër e paraqet paksa ndryshe historinë ose dëshminë që kishte thënë Liang dhe mendohet që vrasja të kishte ndodhur pikërisht në shtëpinë e tyre kur ato të tre ishin vetëm dhe kishin dërguar vajzën në restorant vetëm pasi e kishin siguruar që ajo kishte vdekur. Mendohet që këtë gjë e kishin bërë për të bindur motrën e madhe Jojo që Ashley po flinte gjumë, sepse ato mbi gjitha imagjinoni që i kanë thënë vajzës së tyre të madhe një gënjeshtër që motra jote po flet gjumë, ajo e shkreta e ka parë motrën që po flinte gjumë, por në të vërtet motra kishte vdekur. Dhe është një situatë vërtet absurde dhe komplet surreale. Por duke u kthyer tek marrja në pyetje, tashmë keni dëgjuar atë versionin e Liang, por duhet të dëgjoni edhe versionin e Ming sepse është vërtet rrënqethës. Dhe mund të them që gjatë marrjes në pyetje të Ming, ajo ishte komplet pa ndjenja, komplet e ftohtë, pa pikë emocioni, sikur nuk interesonte që ajo kishte vrarë vajzën e saj vetëm një ditë më para. Por gjatë marrjes në pyetje, agentët kuptuan që versioni që kishte thënë burri i saj ishte i vërtet. Pra ai nuk po gënjente, sepse Ming tha pikërisht këtë fjalë: vrava vajzën time sepse isha e stresuar. Dhe mbi gjitha e vrava sepse ajo nuk e bëri qiçi në uturak,
ku supozohet ta bënte, por e bëri në pelen, pra bëri pis pelenën. Dhe mbi gjitha, nga i gjithë stresi që kisha nga puna, kjo ishte pika ku u mbush kupa. Nuk e di, nuk kam fjalë për të përshkruar atë që ajo grua ka thënë, por gjithsesi tani dua t'u lexoj disa nga fjalët që ajo u tha agjentëve, sepse ishin vërtet rrënqethse. Dëgjoni me vëmendje. E godita dhe pastaj ajo vdiq. Po, përdora duart për ta bërë. I thash burrit tim të merrej me këtë. Unë duhet të kujdesem për gjithçka në këtë restorant. Kam 2 duar, nuk kam 4, kam vetëm 2 duar. Nuk doja t'i bëja keq Ashleyt, por ndonjëherë nuk mund ta kontrollosh veten. Përveç kësaj, ajo e konsideronte Ashleyn si një fëmijë të padisiplinuar, një fëmijë të lodhshëm, një fëmijë që bënte gjithmonë rrëmuj, një fëmijë që ishte e pa kontrollueshme. Por për mendimin tim, ajo që Ashley po bënte, pra kërkonte vëmendjen e prindërve, kërkonte dashurinë e prindërve, kërkonte për kujdesin e tyre, sepse prindrit e saj ishin shumë të përkushtuar ndaj punës dhe e harronin atë, e linin me një anë. Dhe vajza në një farë mënyre është e trisht të thuhet, por po I provokonte ata. Në atë moment, gruas I dukeshte sikur nuk interesonte as pak që kishte vrarë, pra ishte jashtëzakonisht shumë e ftohtë me të. Dhe për të, Ashley nuk ishte një fëmijë, por ishte një barr e vërtet për atë. Nuk e di nëse ajo e kuptonte që kishte bërë gabim, që kishte vrarë vajzën e saj, por një gjë është e sigurt. Duhet vënë drejtësi për këtë. Hetuesit kishin gjitha provat e mundshme dhe për këtë arsye I dërguan ata në gjyq. Shuma që duhet paguanin pra për të liruar ishte $5 milion secili. Arsyeja sepse ishte shuma kaq e lartë ishte sepse prokuroria nuk donte që t'i linte bashortë të zao të lirë, sepse mendonin që këto bashortë ishin të rrezikshëm për komunitetin. Arsye tjetër ishte se kishin frikë që ndoshta Mink mund të arratiseshte përsëri, gjë që e kishte bërë më përpara, ndoshta mund të ktheheshte përsëri në Kin apo në ndonjë vend tjetër. Dhe për këtë arsye vendosën një garanci aq të lartë sepse në këtë mënyrë ato ndiheshin më të sigurt. Ndërkohë, njerëzit në qytetin e Jackson Township nuk dinin më çfarë të mendonin. Miq, të afërm, klientë të familjes Zhao nuk besonin pra që ato kishin bërë diçka të tillë, sepse siç u thash, të gjithë mendonin si një familje shembullore, një familje e sjellshme, një familje punëtore dhe nuk dinin që pas tyre fshiheshte një sekret kaq makabër. Megjithatë, për sa I përket bashortëve, që të dy ishin bashkëfajtor, por çështjet e tyre, le të themi, ato të dy u trajtuan veçma, sepse roli që kishin pasur në vrasje ishte paksa ndryshe nga njëri tjetri. Për shembull, për sa I përket Mink, ajo në gjyq, në sallën e gjyqit, u deklarua e pafajshme. Por kur u bë autopsia e trupit të vajzës, u kuptua se goditjet që ajo I kishte dhënë vajzës së saj kishin qenë aq të forta sa I kishin shkaktuar asaj një dëmtim fatal në tru. Dhe për këtë arsye nuk kishte asnjë dyshim, fajtorja ishte pikërisht ajo. Megjithatë, ajo përpiqet të justifikohet. Thotë që vrasja nuk ishte planifikuar, ishte diçka që ishte shkaktuar nga tensioni, nga stresi, ishte diçka le të themi një aksident sipas saj. Nuk e merrte fajin për vete, por faji ja hidhte stresin. Por gjithsesi, gjykata kuptoi ose më saktë doli në konkluzionin që kur u kthye nga New Yorku pra në vitin 2015, që nga një moment situata kundrejt Ashleyt ishte bërë e padurueshme. Ajo silleshte jashtëzakonisht shumë keq me Ashleyn, por askush në familje nuk e dinte që situata do të agravonte në këtë lloj mënyre. Por në fund Mink e tërhoqi atë deklaratën e saj të pafajësisë dhe më 29 dhjetor të vitit 2017 ajo u dënua me 22 vite të burg. Dhe për shkak që ishte ilegale në SBA, pasi të kryente atë 22 vite burg, do të deportoj përsëri në Kin pa patur më mundësi të ktheheshte në SBA. Por le të kthehemi tek burri I saj, sepse rasti I tij ishte komplet ndryshe. Okej, ai në moment pra I bëri vajzës atë masazhin kardiopulmonar, por nuk e shpëtoi atë nga vdekja. Dhe gjatë gjithë kohës që gruaja e tij pra po e rrinte në mënyrë makabër Ashleyn e vogël, ai qëndroi aty pa bër asgjë. Dhe për këtë arsye ai u dënua, pra u akuzua për keq trajtim të miturve dhe abuzim me kufomën, sepse mbi gjitha ndihmoi edhe gruan pra që të fshente trupin e pajet të vajzës. Dhe më 11 shtator të vitit 2017 ai u dënua me 12 vite të burg. Dhe teorikisht pra dhe praktikisht supozohet që të dalë nga burgu përpara gruas së tij. Imagjinoni që mjaftonte vetëm një veprim I ndryshe pra I babait të saj dhe Ashley tashmë do të ishte gjallë, sepse situata është vërtet absurde. Imagjinoni që Mink mos të ishte shumë e përfshirë në punë, sikur të kishte
ishin punonjës, sikur le të themi mos ishte ideja në kokën e saj që çdo gjë do ta bënte vetëm, Ashley tashmë do t'ishte përsëri gjallë. Por gjithsesi faji ishte i mik, nuk ishte i stresit. Okej, stresi kishte ndikuar drejt për drejtit tek kjo gjë, por kurrësisi nuk e heq fajsinë që ajo kishte. Ashley Zhao ishte një fëmijë i pafajshëm e cila kishte gjithë jetën përpara. Në fakt, vajza meritonte dy prindër që t'i falin dashurinë, dy prindër që të kujdeseshin për të dhe jo dy prindër që në fakt mbi të projektuan vetëm stresin. Shikoni, çdo kush mund bëhet prind, por jo çdo kush mund ta luajë këtë rol. E kuptoj që nuk ka prindër perfekt, sepse njerëzit nuk janë perfekt, shumë persona le të themi mund bëhen edhe prindër në një moment të padëshiruar, por të shkarkosh atë urrejtjen tënde kundrejt fëmijës është diçka që nuk mund bëhet kurrë. Ju çfarë mendoni? A mund të kishte shkuar ndryshe e gjithë historia apo fati i Ashleyt ishte projektuar në momentin kur ajo lindi? Këtë gjë ma shkruani poshtë në komente, unë ju përshëndes dhe ne do të shihemi në video radhës. Deri atëherë, ciao ciao.